Marco Parolo është një nga lojtarët që e njeh mirë Iglitaren pasi me të ka kaluar disa vite te Lazio. Në fushori njohur italian, aktualisht analisti DAZN ka zbuluar disa sekrete të drejtorit të ri sportiv të kuqezinëve që pritet të marrë sa më shpejt detyrën. Çfarë mund t'i sjellë Iglitare skuadrës së Milanit? Milanit do t'i bashkohet një profesionist i vërtet që ka dëshirë të madhe për t'u rikthyer në botën e futbollit. Do të jetë një plus për klubin sepse vjen me energji dhe i karikuar pasi ka studiuar mirë terrenin gjatë këtyre dy sezoneve ku ka qenë pushim. Pasi punoi për 15 vite në Rom, ka zgjeruar horizontin dhe ka ndërtuar një eksperiencë të rëndësishme në futbollin evropian. Na tregoni pak për karakterin e Iglitares. Çfarë personi është brenda pamave të shveshjes? Ai ka karizmë të qarta, besueshmëri dhe autoritet. Në dhomat e shveshjes kërkon dialogun dhe kërkon t'i kuptojë lojtarët. T'i njohë dhe jashtë fushës së lojës për t'u futur në mendjen e tyre. Është një njeri që ti të sillet të ashpër dhe por kur është i ashpër përpara tij të trizën këmbët. Ka të njëjtën mënyrë sjelljeje me të gjithë, edhe me lojtarët më të rëndësishëm. Më kujtoheshin diskutimet që kishte edhe me Klosën dhe Luis Alberton, kur bënin diçka që atij nuk i pëlqente. Ai ka qenë i zotë edhe në disa goditje në merkaton. Ka pasur intuit të madhe, ka marrë lojtarë që paguheshin pak në atë kohë dhe i vlerëson me kalimin e viteve. Ai vuri past për Luis Alberton që në pjesën e parë ka pasur probleme dhe donte të ikte. Ai e binti që të qëndronte dhe në pak muaj shpërtheu. Milinkovic-Savic që një rëmbeu Fiorentinës dhe u bë goditja e karrierës për të. Lojtarë si pëlqejnë lojtarët që kanë fizik të mirë, forcë dhe kualitet. Si mundet që tari arrin i pari të talentet që nuk janë shumë të njohur? Shikon shumë video dhe shumë kampionate, të Lazio përpara dhe pas trajtareve të merkatos e impyllet çdo ditë në dhomë me një video analist për të vlerësuar karakteristikat e lojtarëve të mundshëm. Një herë përpara se të transferon tek Caicedo, më shpjegonte se çfarë lojtari ishte dhe si mund të përshtatej te Lazio. Po në përditshmëri si është? Ai të bën që ta ndjesh prezencën e tij dhe me të ke takim të vështueshëm. Është gjithmonë prezent në stërvitje dhe sytë e tij janë dyshim më shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm për të kuptuar momentin që kalojnë lojtarët. Kur unë shkoja në qendrën stërvitore, ai ishte i pari dhe kur unë nikja, ai ishte sërish aty.